Përshëndetje të dashur teleshikues, kudo ku jeni dhe mirë se vini në edicionin e 85 me radhë të Origjina Show, format televiziv ky që prezanton vlerat e diasporës shqiptare. Dhe ku jemi të vlerat e diasporës shqiptare, ato janë kudo në përbot, mjaft aktiv në të gjitha sferat e jetës, të mirë të integruar në shtetet e ndryshme. Ishim në Zvicër, Gjermani, por gjithashtu kemi realizuar edhe një kronikë nëpërmjet një videolidhje me Kanadan. Atëherë të shikojmë bisedën që kemi realizuar dhe që do të prezantojmë edhe personazhin e parë të këtij edicioni që vjen nga Zvicra. Ta shikojmë. Kësaj radhe nga Zvicra sjellim një profil suksesi. Kosovare Fetau Rustemi, motra e kampionit të njohur të boksit Erzen Rustemi. Në zgjedhjet e mbajtura më 21 maj të vitit 2017, Kosovaria u zgjodh deputete në Asamblenë Komunale të Derendigenit në kantonin e Soloturnit, duke u bërë shqiptarja e parë dhe e vetme deri atëherë në këtë pozicion. Gjatë 4 viteve të fundit, ajo ka spikatur në drejtimin e Departamentit të Financave të kësaj komune. Aktualisht Kosovaria është kandidate për deputete në zgjedhjet kantonale të kantonit të Soloturnit që mbahen sot. Vlen të theksohet se vëllai i saj Erzen Rustemi është një figurë e njohur në botën e sportit, duke mbajtur titullin e kampionit të botës në boksin profesionist në peshat e rënda. Arritjet e familjes Rustemi janë një shembull i shkëlqyer i përkushtimit dhe suksesit të shqiptarëve në diasporë. Përshëndetje kosovare dhe mirë se gjetëm në Zvicër. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Vim në një moment ku këtë komunë ku erdhëm për t'ju takuar, fotografitë tuaja janë kudo në qytet kosovare, keni kandidaturën tuaj në zgjedhjet kantonale. Si janë pritshmëritë, sepse kemi vetëm disa orë në zgjedhjet, do të bëhen pikërisht të dielën ku edhe do të transmetohet kjo intervistë në 2 kanale televizive, në televizionin 21 dhe në televizionin TVR. Nuk kam bërë aq shumë fushat. Okay. Sepse për mu kanë me rëndësi 4 vjet më herët me punuar, e tash këtë mbaret prej votuesve. Pra në një farë mënyrë është një dëshmi që e ke treguar praktikisht nëpërmjet angazhimit tënd në një dikaster shumë të rëndësishëm në kuadër të kësaj komune. Po. Do na tregoni pak për këto 4 vite si kanë qenë, si erdhët në këto pozita shumë të rëndësishme, do thoja. Po. 2015-ën Partia Sociale më ka bë ftesë, më kanë pjesë e antarësisë tyne, edhe kam pranu. 2017-ën kam kandidu për deputete komunale edhe kam fitu në zgjedhjet e para. Deri në 2021 kena pas si parti, kena pas do vështirësia që kanë shumë problem, edhe me thënë drejt krejt kandidat kanë pas frikë. Po, unë e dole e sukseshme prej kejtë partive dhe prej kejtë kandidatve ju më kanën ma e votumja. Pra mora informacion se ke qenë një nga zonjat më të votuara, apo jo? Po, jo nga zonjat, po dhe zotrit. Edhe zotrit, bravo. Ka qenë edhe kryetari i komunës që ka morë pjesë, dhe më thonë, unë ju më kanë ma e votumja pikrejte. Shumë bukur. Dhe si kanë qenë këto 4 vite në këto pozita, në këto pozicione administratës zviceriane? Kena pas mu ballafaqu me probleme shumë të mëdha në financa. Pse edhe këtu ka probleme financiare edhe në Zvicër? Po, normal. Po mos e ne gjithë syt i kemi nga Zvicra. Qëre, të na është kështu se na do më thomë, na nuk bojmë planin, ka plane të shkurta, plane mesatare dhe plane gjata, do më thonë financiare. Na 2017 dhe 2021 kena pas investime shumë të mëdhaja, edhe financa na ka të reguën plani se në 2024 nuk kemë me pas ma kapital, që kemi me ra në zero. Në 2021 kër e ka morë unë e këtë resor për mu kanë gjanja kryesor që me rrit kapitalin, me rrit budgetin. Sot për sot muj me thonë mas 4 vite e kemi kapitalin 10 milion, edhe në budget jemi pozitiv, kështu që jemi rrugës drejt.
Në komunën tuaj, kush janë prioritetet për investime gjatë mandatit që ke patur, por edhe tashmë edhe në këtë pjesën tjetër ku dëshiron të bësh hapat më të tjeshëm në karrierën tënde? Në komunë besoj se tash jam aty ku kam dashur me qenë para 4 e kam arrit atë nivelin në financa. Për mua është më rëndësi tash kemi probleme financiare në kanton. Thuhet se kemi pak të hyra e kemi shumë dalura. Nuk është e vërtet, unë nuk isha gjanat kështu, unë isha kitë ndryshe. Nuk mundesh me pas ma shumë dalje se hyrje, nëse është ashtu do më thonë, pika e parë ku dosh me pa, septe është mi pa në daljet, ku është problemit e daljet, pse kemi ka shumë dalje ma pak hyrje. Kur i kish daljet në kontrol, pastaj hyrjet mundesh me gjetë edhe një rrugë tjetër ku me arrit hala ma shumë hyrje. Pra ti përforcosh? Po, kjo është qëllimi jam në kanton, me vazhdu me të njëjtin koncept si në komun, me bashkëpunu edhe me tjerë kantone, edhe të qofëm. Pra do të ashojnë hajrin, besoj tashmë edhe kantoni, jo vetëm komuna, apo ja? Shpresoj. Mirë, unë nësaj përket ekonomisë, po të regoj drejt kosovare se qaloj, edhe kjo është edhe arsyeja që nuk jam milionjer. Por, më të rego, si orientove në ekonomi, të studiosh ekonominë këtu në Zvicër? Kush ka ardhë rinia, thëmë 1993-94, e ka pas, dhe 99 e kemi pas vërtet shumë vështirë. Pse, se ka pas shumë pak të huj, 99% ju nga në Zvicran, për mu shumë e rëndësishme me kontribu edhe për njerës të mi për vendin tem. Muj me thënë se jom një vajtë shqiptare që ka e du vendin tem, e vizitoj vendin tem, do shta 3, 4, 5 herë në vit. Mundohem në aktivitete ku organizohen, me marrë pjesë, pavarësisht se sa jam e angazhume. Bukur shumë. Më intereson të di edhe opinioni i kolegëve tuaj për shqiptarët, për Kosovën, për Shqipërinë në përgjithësi. Kanë filluar kolegët tuaj të shkojnë turista në Shqipëri për të kaluar pushimet, për shembull? Po, dhe kjo më ka gëzu shumë e thonë drejtën se shqiptarët janë dojës për para. Shqiptarët janë të integrum në Zvicër. Shumica janë shumë të integrum dhe e kanë po edhe këta, se me shqiptarë mujnë me përfitu, shqiptarët janë të e bo një kontribut shumë të madhë, edhe për Zvicër. Kam shumë shqiptarë, shumë zviceranë që kom një, që i shkojnë e vizitojnë Kosovën, Shqipërinë. Bile kam pas 1-2 kolegë që kanë shku kanë bon me bicikleta në Shqipëri. Kështu që... Edhe kanë ardhur me përshtypjet mira? Shumë. Të jesh e suksesshme në çdo lloj profesioni, po sidomos në këtë që ke zgjedhur është një sfidë në vete, dhe duhet të kesh një background të fuqishëm që të supporton, që të mbështet, që të inkurajon. I thot një fjalë që pas çdo burri të suksesshëm është një grua e suksesshme. Është e kundërta në këtë rast tek ju? Po, unë e thëmë çdo është e burri apo të gruaja, unë se burri më ka ardhur ma vonë jetën tem. Do me thonë, fillimisht për me arrit këtu ku jam, i falenderoj në radhë por familjen tem. Printemi, vllaznitemi që më kanë përkronë çdo hap. Pastaj ka ardhën burri. Amo tash kom, do me thonë, halo ma shumë përkroje. Pra ke një ushtëri të tërë që të përkrahen. E kom një ushtëri të tërë. Bravo. Çfarë duhet të kenë vajzat e reja shqiptare që të ndjekin modelin e kosovares? Një kosovare midis në Zvicrës të jetë një figurë që votojnë për të jo vetëm shqiptarët, por edhe zvicerianët. Vetbesim, numër 1. E dyta, për mu, fjala nuk mundesh, nuk bëhet, nuk ekziston. Po, te one çdo problem ka zgjidhje.
fjala nuk mundesh, nuk bëhet, nuk ekziston. Kështu që i los këtë femrat shqiptare me pas ma shumë vetë besim. Nuk ka asnjë gjë në botë që nuk arritet, vetëm se duhet të punohet. Duhet të punohet. Ka patur momente që Kosovarja ka patur një zhgënjim të thellë ndaj një objektivi të caktuar dhe ka dhënë dorëheqje? Jo, Kosovarja kurse dorëheqje. Do më thënë një këmbgulse? Po. Dhe çfarë pritet për te objektivave të zgjedhjeve kantonale, pavarësisht rezultatit? Keni objektiva të tjera në karrierën tuaj, qoftë politike dhe administrative? Tash do më thonë, dilën janë zgjedhjet kantonale, në maj janë zgjedhjet komunale prap. Unë udhëtimin tem nuk e ndali. Okej. Mos tash pas 4 vite. Shumë bukur. Në emër të gjithë stafit të uroj, domethënë, sukses në karrierën tuaj me rezultatet të pritura edhe këtë të diel. Ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme që ne u takuam këtu në Zvicër. Edhe besoj që do takohemi sërish për të biseduar edhe për hapërimet tuaj në karrierën tuaj, qoftë politike dhe administrative. Faleminderit. Faleminderit shumë. Gjitha të mirat. Faleminderit. Përjetoni rahatin e vërtet me kondicionerët inverterët të serisë Gentle Cool, tani me zbritet të jashtëzakonshme. Mos e lini këtë mundësi t'ju ikë. Vizitoni dyqanet tona në Pejë dhe në Prishtinë. Porosisni tani online. Mbajini shtëpinë tuaj të freskët gjatë verës dhe të ngrohtë në dimër. Bruno është zgjedhja ideale për ju. Adheu në zemër natyrisht është të çdo mërgjimtar kudo në përbot. Formati më i ri televizionit TVR, Adheu në zemër ka për qëllim që t'ju ofroj pikërisht fëmijëve të mërgjimtarëve tanë të moshës 6 dhe në 12 vjeç një hapësirë televizive për të shpalosur talentin e tyre në fushën e recitimit. Pra yjet e recitimit nga diaspora. Të gjithë ju të nderuar prindër që keni pikasur talent tek fëmijët tuaj në fushën e recitimit, ose vetë ju dëshironin që fëmijët tuaj të jenë personazhe në këtë format televiziv, atëherë mund të aplikoni në faqen tonë në Facebook Televizionit TVR. Dërgoni aty të dhënat tuaja si emri, mbiemri, një numër kontakti dhe gjithashtu edhe një video të kandidatit apo kandidates me një recitim të një vjershe. Vjershat apo poezitë duhet të jenë me përmbajtje për Adheun. Ju mirëpresim. Kantier Gjigan. Angazhim dhe përgjegjësi. Qindra shqiptar të punësuar në këtë kompani. Reka Kompani, me pronar vëllezërit e Reka, lider në fushën e ndërtimit në Belgjik. Rikthehemi në studio të dashur teleshikues, duke sjellur tek ju edhe një moment tjetër të Origjina Show. Kësaj radhe jemi në rrethinën e Stuttgartit, në Reutlingen,
Këtu jeton një komunitet i spikatur i bashkëdhetarëve tanë të përfshirë dhe të mirë të integruar. Kësaj radhe do të sjellim një histori suksesi nga një sipërmarrës shqiptar. Kush është ai? Le ta ndjekim së bashku. E themeluar 25 vite më parë, llogaritet si një nga kompanitë e para shqiptare në rrethinën e Stuttgartit. XXL Radio Taxi me qendrën në Reutlingen, por e njohur edhe më gjerë për nivelin profesional të shërbimit. Personazh në këtë edicion kemi pronarin e kësaj kompanie, afarisin e njohur shqiptar Bekim Balaj, i cili gjithashtu njihet edhe me aktivitetet e tjera si shitblerjen e makinave, si dhe gjitha shërbimet që kanë të bëjnë me riparimin, servisin dhe ngjyrosin e tyre. Vëllezërit Balaj në këtë hapësirë njihen gjithashtu për aktivitetin e tyre të suksesshëm në biznes dhe adhetar, duke krijuar vende pune edhe për shumë bashkëdhetarë të tjerë. Atëherë përshëndetje nderuar dhe mirë se të gjetëm në Gjermani. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Emri juaj dhe firma juaj është e njohur jo vetëm për shqiptarët këtu në rrethinën e Stuttgartit, por sidomos për gjermanët, sepse natyra e biznesit tuaj ka të bëjë faktikisht me kategoritë ndryshme të banorëve qoftë Reutlingenit dhe përreth. Pra është taksi i njohur XXL apo jo? Po. Na flisni pak a shumë për aktivitetin e parë që keni nisë me biznesin tuaj në Gjermani, në çfarë viti ka qenë? Kemi filluar me vllau ka filluar në vitin 2000 me taksi. Unë kam qenë 5 ditës parë aty, edhe do të thotë deri në 2016 e ka pas vllau. Tanë për 2016 ajo u tërhoq, vazhdoi me hotelin e tina, e unë e kam blepi tina. Tash do të thotë që janë 8 vite. Ju jeni me origjinë nga Istogu. Po. Na trego pak fillimet tuaja këtu në Gjermani, në çfarë viti ke ardhur, si ka qenë fillimi? Po, atëherë si kur ke 92-ën kur ke lufta në Kroaci, atëherë do të thotë, e lypshin gjeneratën tonë si regruta këtu. Okej. Dhe kjo ka qenë motivi. Motivi, po. Ky vllau ka qenë një vit përpara meje këtu, edhe ma pa dërguar një vizë. Do të thotë edhe kjo nuk ka me dokumentat rregullta këtu, po pa shku në administrat këtu dhe ja pa do të më mësu për mua dërgu një vizë. Tash me atë vizën një marrë si turist këtu. Tash patëm fat u dha kjo duldumu, do të thotë viza për punim, edhe më punu edhe më net këta për do të thotë ta janë refugjatë e Jugosllavisë përpara. Edhe në bazë asajna patëm drejt edhe punë edhe qëndrimi. Do të thotë me e vazhdueshme në çdo 3 muaj, në çdo një vit, ama fillimi ka qenë ashtu. Pra ka qenë ai kontingjent ku Gjermania ka hasë në atë gatishmërinë për t'i pranuar, duke parë edhe situatën e vështirë që ka qenë në Kosovë në atë kohë, apo jo? Pra situatën e luftës, e perspektimit, e kështu me radhë. Si ka qenë fillimi këtu, si të duk Gjermania, ishte ashtu si që kishe menduar, apo ishte i vështirë? Si çdo fillim, do thotë, se kom pas sonër të vija këtu, atje më kam në gjimnaz, vitin e tretë, të vazhdu, vitin e parë kom kry në shkolla, në gjimnaz, 2 vitet i kem kalu në shtëpia private, se i mbyllën atëherë shkollat, edhe detyruam do thotë aty. Për aty anë do thotë tanë shveç u ashpërsu gjendja dhe u detyruam më thonë të dalim jashtë pak a shumë edhe shkaku i ekonomisë edhe gjitha do thotë nuk e gjërë ke vetë një më aty. Kishit këtu një mjedis ku erdhët pak a shumë të përgatitur me që the ju ka ftuar vllau. Unë kom pas fatë se kom vllau jam aty përpara edhe halla jonë ka qëllu aty. Edhe kem pas në shika, kem vazhdu në qasur gjinën familjar do thotë imi marrë. Do konë përparësi e madhe për neve, do thotë që kem pas hallën aty. Normal për mu konë dime madhe se vllau, asë kom pas nevojë për banesë, ose për diçka të kërkoj, se fillimi konë për mu shumë i letë, ma i letë se për këta tjerë. Po, një plus i madh, në krahasim me gjithë fillestarët e tjerë. Dhe kur erdhët kishit të menduar që do të rinit ka gjatë, sa vite u banë? Po, kur erdha, unë do thoj 3 muaj do rri, ma tepër nuk do rri këtu, se do në shoj gjendja atje në Jugosllavi përpara, ku ta dion, edhe këta dëshokët që në me neve ma urun mu 10 vjetorin, do thotë se para 10 vjetë nuk do këthejesh. Më thash, ta janë smendun, se s'është e mund që do rri unë 10 vjetë këtu. Ta shu bon 33 vite, do thotë. 33 vjetë.
Nëse do rikthesh edhe një herë në moshën kur je nisur drejt Gjermanisë, do e kishe zgjedhur Gjermaninë përsëri apo? Nuk e di. Deri në kohës fundit Gjermania ka në mirë, pe pandemisë kënena u degradu shumë, do të thotë ka ndryshuar shumë. E ndjeni ju si biznes e besoj? Edhe si biznes, edhe si qytetar, kështu, do të thotë ka ndryshuar shumë, nuk është ajo Gjermania si përpara, do të thotë. Këto tatim. Domethënë ajo kënga që këndohet Gjermania është si përpara, domethënë është e vërtetë. Është e vërtetë. Mirë. Këtu ekziston një komunitet i madh i bashkëdhetarëve tanë në Baden-Württemberg, në qytetin ku jetoni. Si janë marrëdhëniet me ta? Mirë, kemi marrëdhënie të mira. Do të thotë tash u rrit numri, do të thotë edhe këta të fundit që në ardhë, do të thotë me këto vizat punësimit dhe këto ta mërmenja je në Kosovë, do të thotë, nuk ka rrugës e dikun ku ditë që nuk një za shqiptarë se duke folë shqipa pëtën. Normal që në fillim, kur kemi qenë, do të thotë, vetanak pa martum, do të thotë, kemi pas këto komunikimit ose vizitat ma të shpeshta në mjetë vetit, është jeta e bëna thot vetën, se cilë me familjet veta, drejtimet veta, jemi rrallu, pro prapë se prapë i majmë ato kontakte. Do thoni që ka ndryshuar, do më thonë kjo mënyra tradicionale e komunikimit ndërmjet vetën të komunitetit? Po, si këtu si në Kosovë, si gjithë do thotë, kjo është... Ka evoluar, është bërë më perëndimor. Më perëndimor, do thotë, se cili ma... Tashti, interesat e se cili do thotë aputan edhe... Takimet me termine. Po, me termine edhe, pa termine nuk shkuet. Do më thonë, po t'i shkosh dikujt këtu vizit në shtëpi, duhet ta paralajmërosh paraprakisht, apo jo? Po. Po tash edhe i takon me paralajmëru, se nuk din mas parja është aty. Shkon këtë, kthehesh këtë, apo tonë, ma mirë është ta paralajmërosh të di që është aty, e gjanë aty, apo. To vetura që ne po i shohim përderisa ne po flasim, gjithë këto automjete këtu në këtë territor tëndin të kompanisë, disa mbajnë mbishkrimin e XXL-it, disa të tjera jo. Na trego pak a shumë për gamën e bizneseve që ti ke këtu. Kompaninë e taksit, e këto taksit e kanë tablën XXL, XX do thotë, e këto tjera janë këto të klientëve këtu që i binë për mi regullu. Se kam këtë punëtorin për karoseri dhe lak, që i punojmë, e ka shumë që janë ba me ndeshja, i vinë, i regullojnë, i lynë, edhe këto janë. Që sa vite ke filluar me këtë pjesë të biznesit? 2019 kam filluar me këtë. Si po ecën? Mirë. Kur ju vjen një klient shqiptar, ka aty ndonjë zbritje apo trajtimi është? Po, normal se për shqiptar po një smim atë volitshëm dihet ajo. Edhe zakonisht shumicën e kemi edhe të huj edhe shqiptar klienta. Ku jeni përqendruar më tepër investimet tuaja në tek taksi apo të kjo pjesa tjetër? Po taksi e ka këtë rrjedhën e vetë, do të thotë e ka këtë sistemin e vetë. E ka krijuar traditën. Kemi bërë, do të thotë që 25 vite kemi bërë edhe me histori. Po, na njohin gjithë, do të thotë këtu, apëtan. Edhe janë të lidhën tashti me spital, do të thotë me këto vozitit që janë prej spitali, kemi shumë firma, shumë hotele që do të përfaqësojmë na. Që i keni klientë rregull. Po. Keni krijuar besueshmërinë. Po, ndërkohë. E këtu do të thotë ka pas në fillim duhet më kom aktivitet më të madh më pas ato. Tash edhe puna e punëtorëve nuk kam as e lehtë më gjoj punëtor, kupton? Tash e kam 3 punëtorë kam, kupton? Aty një kam nga Koça, nga Shqipëria. Po. Tek kjo karroceria. Karroceria po për llak këtu është. Lynë me lak shumë mirë. I ke 3 mjeshtër. Po, 3 mjeshtër. Shumë bukur. Ndërsa tek kompania tjetër e taksit? 40 punëtorë jemi. Aty jeni gjithsej 40 punëtorë, shumë bukur. Do më thonë, aktualisht 20 familje marrin rrobë. Po, nëse ata 20 janë edhe këta ausilfit që janë, apëton, që janë fundjavë që vinis, 20 janë këtu të rregullt, dhe 20 janë ausilfit. Do më thonë si bashkëpunëtor të jashtë. Mini job, që bajnë fundjavë kështu. Po, shumë mirë. Çfarë specifikash ka kjo natyre të bërit biznes me taksin? Sa është e vështirë, sa është e lehtë, sa do ja rekomandoja dikujt, për shembull që jeton në perëndim të bënte një model të tillë biznesi. Tash ka ndryshuar edhe situata, do thotë qysh në fillim atje, u kon shumë vështirë, do thotë na
si shqiptar, do thot me kur kemi fillu me vllaun me një makinë, do thot ai ditën në natën edhe ashtu do thot kemi tu fut çdo ditë më tepër, opton në klient tonë, në besueshmërinë e tyre, edhe kemi arritur do thot me kriju një emën, tash me tutje edhe jemi shku gradualisht tu ngrit. Nuk e di si titullohet ai filmi, besoj se e ke pa edhe ti, kur hyp në një taksi në New York, pasi përshëndetet me taksistin, i thot nga je, thot I'm from Albania, jam nga Shqipëria. Thot po çesa kohë jeni këtu në Amerikë, thot jam që një javë. Dhe që një javë kishte filluar taksist, punonte në Amerikë, në New York, imagjino. Tash ka këtu ma sfidë është puna e punëtorëve, do thotë se përpara kemi pasur edhe ma shumë punëtorë, i kanë edhe studentat, që në kështu në fund të javës që kanë punuar, tash do thotë ka ndryshuar kjo shumica, sidomos gjerman ki shumë pak që vëzitin, do thotë edhe janë këto situata e përgjithshme në këtë vend që do thotë kanë pak frikë mu vëzit natën, ose ku ta di janë tërheq pak si thosh gjermanët, apo nuk ka shumë taksista gjerman, shumica janë të hujt. Do më thënë që e kanë marrë. Që kanë marrë, që vëzitën natën e ditën. Sa e ka lehtësuar zhvillimi teknologjik, navigacioni, këtu i ka me shumë, në fillimet i keni pas të vështira, me harta, me këtu, gjitha rrugë të dufmi ditë. Edhe këta është me marrë ata lejen për taksis, do thotë kanë letu, për para dufmi mësu gjitha këto rrugët. Për para ta është kanë tërhek ato se ka që si kriter. Si kriter, ta është shkaku që nuk gjojnë shumë punëtorë shumë, e kanë tërhek, do thotë ato mos më pasë. Edhe tash kjo teknologjia me Google, do thotë i gjanë rrugët, nuk është problema. Pa, bukur shumë. Më intereson të di për gjeneratën më të re, këtu duke përfshirë edhe fëmijët tuaj. Sa jeni të kënaqur me gjeneratën më të re të mërgjimtarëve tanë, të rritë, sa janë të integruar, sa ishe ato ambicios në krahasim me gjeneratën tuaj? Mirë, kanë depërtu mirë, do thotë kanë arritë më shku në shkolla, spari është gjuha që mësojnë këta pe fillimit, do thotë është një përparësi e tyne, edhe rrethi shoqëror që inkuadrohen ma lehtë në shoqërinë e Gjermanisë, do thotë. E për ambicien, pak na im ka ma ambicioz, do thotë, na që ku jemi orë 5-0, do thotë i kemi arritë gjitha këto, këta do thotë e kanë ma të gashëm edhe normal, ajo është e pa diskutueshme, se ku të gjoni jeni ma letë, do thotë vazhna ta ma të letë, ama ka, mirë janë, do thotë, generatat e reja mujnë më arritë shumë, të kry shkolla janë si mjek, si studentat të fortë, si, ku ta di, në çdo lami i ki shqiptarët, Po, marrëdhëniet me Kosovën, me vendindjen, si qëndrojnë brenda këtyre 33 viteve? Kanë pas gjithmonë të njëjtin ritëm tëndin, të vizitave, të vëmendjes të njerëzve që i ke atje? Zakonisht po, na rregullisht më shku 2, 3, 4 herë, si këm pas. Në fillim normal që kom pak ma vështirë, tash se 10 vitet e para s'kemi mujt më shku, Kemi qenë me dullunga atu, desa na kanë e kemi marrë vizat. 10 vite pa shku në Kosovë. Po. Do thotë ka qenë e vështirë. E vështirë ka qenë ajo, do thotë kanë pa imagjinueshme, do thotë. Dhe mungesa e komunikimit, kanë munguar telefonat. S'ke pas atë kur gjanë, do thotë edhe prind atje pe fshati u duk më dalë në qytet ikon me marrë telefonat, pritshim me urtëra, me marrë lidhjen më. Po pushimet, ku i kalon me familje? I kalon në Kosovë? Çdo herë në Kosovë. Kosovë, për Kosovë në Shqipëri. Detit edhe vazhdojmë të shqipë. Si e mendoni bashkëjetesën me gjermanët, të rritë shqiptar, si shikon gjenerata jote që të bëj një bashkëshorte apo bashkëshort gjerman, për shembull? Unë për veti do të me folë realitetin. Këta gjermanë për menimin tanë janë popull i ftaftë. Unë 33 vite i kam edhe nuk e kam të thotë një mik që pe zemrës taftoj të pi një kafe bashkë. Bojmë biznes me ta, kemi lidhje në rregull, po që ti thëmën pe zemrës, hajde të unë ose po vijëm të ti për një kafe, unë që ta se kam. Ndoshta ti efton, pa i nuk të fton, a? Po edhe pa atë raportin, po thëmë, ata në që pe zemrë. Kur së më fton a i mu, për shka me ftun ata. Absolutisht, po. Janë, do thotë, kalojnë këtu, qasi mentaliteti jonë, kalojnë generate këtu, linë të rritë, plak është do thotë nuk je i tyne, nuk u përket tyne. Me gjithë se ka ndryshu këtu, situatat e reja, ta është shkollimin në mes vete, ka qifti që bashkëpunojnë, bashkëjetojnë, gjitha ato, po
menimi jam shqiptari me shqiptar. Pra, gjithsesi e ka për një detaj shumë të rëndësishëm, dhe më thënë që sa vite nuk e arritur të bësh tamam një shok për kafe, se për biznes natyrisht se për biznes i bëm sa duhet, po të zemrës tu. Edhe imagjino të bëhet miqësi, do thotë janë aty. Me çdo nacionalitet tjetër afrohesh më afër se me gjerman, do thotë. Pa më parasysh ani turk, ani italiana, ku ta diun ato. Me ta ma letë shkojnë më pi kafe, ku ta diun se me gjerman. Mendoni se ka ndryshuar mendimi i gjermanëve për shqiptarët ndër vite? Po, ka ndryshuar. Do të thotë se atëherë në vitet e 90-ta sidomos s'kem pas as ambasadë tonë, s'na ka përfaqësuar askush, do të thotë çdo krim që u bë gjithkund kam të involvuar shqiptarët. Si kam të involvuar, po gazetat e tyre na kanë involvuar, i kanë përfshirë se shqiptar kështu vish të rrezik kanë fol për neve, do të thotë. Tash mas 2000-s, do të thotë, arritën shqiptarët u integruan, do të thotë, mas i morën vizat e punës, qëndrimit e tregun veten çfarë punëtorësh janë. Shkallësitë e tyre, do thotë, janë numër 1 komuniteti shqiptar që ka zhvilluar biznese ngrit, do thotë, ka të shkojsh rrugë, shën firma shqiptare, biznese, çfarë do llojit, kupton. Edhe me ata që kanë parë xhamon se këta në këtë kokën, ata kriminalë që shkruajnë në mediat e tyre, po të janë njerëz qytetarë të rëndom, do thotë, që punojnë për familje, familjare të gjitha ato. Ka ndryshuar edhe një farë mënyre më nga pozitivja këndvështrimi gjermanëve për shqiptarët këtu, pasi Kosova është bërë shteti i pavarur dhe pasi Shqipëria është bërë Shqipëri turistike botërore. Patjetër. Dje kom pas një gjerman e takova këtu, tha, për gjerman tha vendi i parë për turizëm Shqipëria. Thash duhet të shkosh patjetër, a kupton? Do thotë edhe mediat edhe këto reklamat që bëvojnë, do thotë kanë arritur me edhe faktikisht ajo është diçka reale, është ai që shkon në Shqipëri apo në Kosovë që të viziton, tash në bën mundësi. Edhe të rritet tyne shumë po shkojnë shumë me shoqënitë shkollës, klasë dhe e shohin, do thotë që nuk janë ato parafasimi që kanë se shqiptarët e ege kështu janë këtej, ku shkon atje përjeton mikpritin shqiptar, do thotë e shën ç'është realiteti. Sa Adheu është i gatshëm të krijojë rrethana për kthimin e bijve të tyre që e kanë braktisur në një farë mënyre për motive që dihet tashmë, që ka qenë lufta, rast ekonomik. Sa janë krijuar rrethana sipas teje që ti si biznesmen mërgjimtar të investosh në Kosovë, ta ndihesh veten të sigurt, biznesin e sigurt, dhe të krijosh pse jo një perspektivë të një pjesë të jetës edhe atje. Kjo qeveria e fundit do thotë ka bërë hapa të hatashëm në drejtim, edhe do shpresojmë se do të vazhdoj. Edhe shihet kjo, do thotë se ata në Kosovë nuk e shohin ndryshimin, na kur shkojmë pikë këtu e shohin ndryshimin, si në biznes, si në çfarë rregullimi u bë, çfarë ngasime me parë si në kanë optan, kanë filluar gjona të shkojnë në rrugën e duhur, do thotë. Edhe kjo është hapi i parë, do thotë, si të nin biznesmeni ka ato rregullat e veta, ata në vendin e sigurt, ata gjen atë atmosferën e biznesit edhe vetvetiu. Na vetvetiu do thotë do kthehem atë do të bëjmë biznes edhe atje. Pra në një farë mënyre, Adheu duhet të krijojë edhe parametra për të jetë një fushë magnetike për të hequr investitorëve, qofshin ato shqiptarë dhe të huaj, dhe jo vetëm një fushë magnetike atletare, domethënë patriotike, apo jo. Ashtu. Të janë rregullat e biznesit, do thotë, që të mos bësh biznes në mënyrë duhur, kupton. Që mos kesh probleme me pronat, mos kesh probleme ku ta dijon, çka është problem, ndoshta është rrymë, do thash, një që pak i drugut njeri, po edhe ajo shkon të rregullu. Dhe një pyetje për në fundin nderua, kur i ke pa për herë të fundit në ëndër Kosovën? Nuk mu e di tamam. Tash të me thonë që... Ose kur ka filluar ndryshimi që ëndërët i shosh me Gjermaninë dhe jo me Kosovën? Ëndërët me Kosovën është gjithmonë, kështu, edhe çdo herë kam ëndër, unë e gjojnë vetë në atje, jo këtu. Pa marrë parasysh as shkaku i biznes na duhet, jemi tash të lidhën kamsh, do thotë, këtu të qëndrojmë, se jo kredite ja ato, po si të përfundojnë ato, ëndra është tiku atje, do thotë, në Kosovë. Ishte kënaqësi që ndam këto minuta së bashku në emër të televizionit TVR dhe gjithashtu televizionit 21, ju dëshirojmë suksese, sepse
pikërisht mërgjimtar të suksesshëm në të gjitha sferat dhe në ata afariste si jeni ju, jeni ambasador të vërtet të përfaqësimit të vlerave tona kombëtare. Faleminderit për mesazhin. Faleminderit. Përjetoni rahatin e vërtet me kondicionerët inverterët të serisë Gentle Cool, tani me zbritje të jashtëzakonshme. Mos e lini këtë mundësi t'ju ikë. Vizitoni dyqanet tona në Pejë dhe në Prishtinë. Porosisni tani online. Mbajini shtëpinë tuaj të freskët gjatë verës dhe të ngrohtë në dimër. Bruno është zgjedhja ideale për ju. Adheu në zemër natyrisht është të çdo mërgjimtar kudo në përbot. Formati më i ri televizionit TVR, Adheu në zemër ka për qëllim që t'ju ofroj pikërisht fëmijëve të mërgjimtarëve tanë të moshës 6 dhe në 12 vjeç një hapësirë televizive për të shpalosur talentin e tyre në fushën e recitimit. Pra yjet e recitimit nga diaspora. Të gjithë ju të nderuar prindër që keni pikasur talent tek fëmijët tuaj në fushën e recitimit, ose vetë ju dëshironi që fëmijët tuaj të jenë personazhe në këtë format televiziv, atëherë mund të aplikoni në faqen tonë në Facebook Televizioni TVR. Dërgoni aty të dhënat tuaja si emri, mbiemri, një numër kontakti dhe gjithashtu edhe një video të kandidatit apo kandidates me një recitim të një vjershe. Vjershat apo poezitë duhet të jenë me përmbajtje për Adheun. Ju mirëpresim. Kantier gjigant. Angazhim dhe përgjegjësi. Qindra shqiptar të punësuar në këtë kompani. Reka Kompani, me pronar vëllezërit e Reka, lider në fushën e ndërtimit në Belgjik. Dhe ja pas hapësirës së marketingut, rikthehemi përsëri në studio me rrjedhën e Origjina Show, formati televiziv që sjell vlerat e diasporës shqiptare. Jemi në Toronto të Kanadas në një bisedë me një videolidhje me një sipërmarrëse të suksesshme në Toronto. Është Silvana Kasi. Dhe kjo bisedë bëhet në atmosferën festive përnder të festës së 8 marsit. Ta ndjekim. Urime dhe mirë se vjen Origjina Show. Faleminderit, përshëndetje Rifat. Po dukeni shumë bukur Silvana, si gjithmonë, po rrezaton, domethënë me atë aureolën tënde pozitive. Faleminderit për fisheni. Fillimisht të falenderoj që edhe pse në këtë atmosferë festive, ti gjete kohë, ju përgjigje pozitivisht ftesës sonë që të jesh pjesë e këtij edicioni që në fakt këtë rubrikë po ja dedikojmë pikërisht nënave shqiptare, nënave të suksesshme, nënave në gurbet. Më trego pak a shumë për nënat shqiptare në Toronto në Kanada. Sa din të jenë bashkë, sa din të përkrajnë njëra tjetrën? Nënat shqiptare këtu në Kanada janë vërtet si gjithë nënat në gjithë botën. Mundohemi të jemi të lumtura,
mundohemi që të transmetojmë dashurinë dhe lumturinë të fëmijët tanë që i rritëm këtu në Mërgjen, me dashurinë për nënën, familjen edhe vendin e tyre. Sonte kemi një mbrëmje shumë të bukur me të gjitha gratë, vajzat dhe nënët shqiptare këtu në Toronto. Besoj që do kalojmë një natë të mrekullueshme. Pra, në këtë momente ju jeni duke festuar festën e 8 marsit me nënat dhe gratë shqiptare, apo ja? Sa po mbarova punën, në fakt dhe të dy vajzat më kanë marrë për drejt. Edhe aktualisht ndodhem në një lokal me vajzat. Ju bëf mirë atëherë dhe përshëndetje edhe për vajzat, por natyrisht sonte ju do të festoni, apo ja? Sonte kemi mbrëmje në orën 7 në darkë. Sepse këtu jemi akoma ora 2. Po, kuptohet. Se është edhe një koincidencë mirë se ka rastisur që 8 marsi të jetë edhe të shtunan, ku mund të festohet edhe të organizohet bukur, apo ja? Patjetër. U bashkuan dita dhe data në Çinia. Sa vite u bën në Kanada, Silva? 28 vjet, në fakt. 28 vite. Sa është e vështirë për një nënë në Kanada për 28 vite që të jetë ajo përgjithësia për të transmetuar tek fëmijët gjuhën shqipe, pjesën tjetër, informacionet për origjinën, për rrënjët tek brezi që lindin në Kanada? Unë do të thoja që eksperienca ime është një çike ndryshme në nëna shqiptare që emigrojnë sot. Sepse në vitet që emigrova unë nuk ishim shumë shqiptarë në Kanada. Informacioni ishte shumë i pakët dhe si të thuash ne ju thonim fëmijëve sepse fëmijët dhe mësojnë më shpejt gjuhën, kuptohesh, dhe ju thonim të lutem na flik në anglisht që të mësojmë ne gjuhën. Sepse vajza ime e kishte Shqipen që nga Shqipëria dhe nuk e ka tash një problem. Vajza e dytë që lindi në Kanada, me të mundohemi që të jetë sa më shumë pranë shoqërisë shqiptare, që edhe ajo ta mësoj gjuhën, edhe të shkojnë të vizitojë vendlinjen e nënës së saj, sepse e lindi këtu, të di të komunikojnë me bashkëdhetare. Kam patur fatin që t'i njoh nga afër dhe domethënë i njoh të arriturat tuaja personale si sipërmarrëse e suksesshme. Më trego pas pandemisë, ka vazhduar ai ritmi i suksesit në qendrën e klinikës suaj apo ka patur luhatje? Kuptohet si të gjithë bizneset, pandemia pak një grush të fortë në të gjitha bizneset, por aktualisht në akoma janë në këtë biznes, tregojnë që mbështetja nga bashkëdhetarët shqiptar dhe popullsia kanadeze na mbështetën dhe arritëm që të vazhdonin biznesin pa shumë humbje të thella. Dhe sigurisht ne patëm mbështetje edhe nga qeveritarët, sepse këtu bizneset është subvencionuar, domethënë në shtetin na ndihmojnë atë periudhë që ta kalonim. Ishte një periudhë 1 ose 2 vjeçare që unë bie pak ajo humbje në bizneset tona, pastaj çdo gjë deri tani duket që është kthyer në normalitet. Bukur shumë. Uroj që klinikën tuaj të mos e prekin këto masat e fundit të Trumpit. Ajo është diçka që të gjithë po ngelemi një çik të befasuar, por si gjithmonë besoj do ta kalojmë edhe këtë të Trumpin. Është ajo, nuk e besoj sepse kanadezët tregojnë shumë patriot. Nuk do ta pranojnë kur që keni the 51 states of America, jo. Jemi krenar që jemi kanadez. Dhe besoj që do arrin në marrëveshje me gjithë dy. Do t'jeni gjatë kësaj vere në Shqipëri, Silvana?
Po do vi sepse kam një dasëm në Korik, martojmë në Mbes, dhe aktualisht ajo martohet në Prizren, një djalë në Prizreni, edhe do kem dhe shansin të vizitoj dhe Prizren. Shumë bukur. Atëherë ju uroj që sot në këtë ditë do thoja që kujton gjithë mundin sakrificën e nënave shqiptare, të shfrytëzoj rastin t'ju përshëndes edhe një herë juve personalisht, qoftë për atë që ju prezantoni dhe përfaqësoni për gruan e mirëfillt shqiptare në Kanada, si një grua e suksesshme, por në të njëjtën kohë duke qenë prezente edhe në të gjitha festat kombëtare. Kështu që gëzuar edhe një herë festën dhe faleminderit që gjetët kohë. Faleminderit edhe juve për që më kontaktuat. I uroj të gjitha nënave për Vitorina Rasti, shqiptare në gjithë botën, gëzuar festat dhe qofshi gjithmonë të lumtura. Gëzuar. Gëzuar. Kjo ishte e gjitha për këtë edicion, deri në takimin e ardhshëm, mirupafshim.